Ambasadori i Republikës së Azerbajxhanit, zoti Anar Hysejnov, zhvilloi një vizitë të shkurtër në qytetin liqenor të Pogradecit, ku u njoh nga afër me zhvillimet dhe investimet më të fundit që po realizohen në këtë bashki në funksion të përmirësimit të turizmit dhe infrastrukturës. Gjatë qëndrimit të tij, ambasadori Hysejnov u prit në një takim jo formal nga kryetari i Bashkisë Pogradec, zoti Ilir Xhakolli, ku u shkëmbyen ide mbi bashkëpunimet e mundshme mes dy institucioneve. Në kuadër të vizitës, zoti Hysejnov i dhuroi libra për bibliotekën Mitrush Koteli, një gest simbolik që përforcon urat kulturore mes dy vendeve dhe shënoi qëllimin kryesor të vizitës së tij. Në përfundim të vizitës, ambasadori shprehu mirënjohjen e tij për mikpritje dhe theksoi dëshirën për thellimin e mëtejshëm të bashkëpunimit mes ambasadës së Azerbajxhanit dhe Bashkisë Pogradec në fusha të ndryshme, sidomos në turizëm dhe kulturë. Kjo vizitë përforcon lidhjet miqësore mes Shqipërisë dhe Azerbajxhanit dhe promovon Pogradecin si një destinacion atraktiv për bashkëpunime ndërkombëtare.